Shtëpia e Bardhës apo ka dalë me një informacion? Se bilet jo, një sekund. Se bilet jo. Shtëpia e Bardhës apo ka dalë me një informacion, një deklaratë e fundit, SBA-t po shqyrtojnë edhe përdorimin e fuqisë ushtarake për Groenlandën. Për Groenlandën. Pra, presidenti i SBA-s Donald Trump po diskuton një gamë të gjërë opsionesh për të marrë Groenlandën. Për ta marrë, thot? Po, përfshirë edhe ushtri. Që asnjë nga ju nuk e tha Groenlandën. Të gjithë ju ishit ose tek Kuba që tha Marku, ose... Në një deklarat, Shtëpia e Bardhë i tha BBC se marrja e Groenlandës është një prioritet i sigurisë kombëtare. Por, kjo është çështje kontrate, nuk është çështje do e marrim me dhunë. Jo, ata janë atje pra. Bile të them një episod të vogël, se s'kemi kohë se kemi minute fabula tjetër. Koncesion, të shohin skema i do zbatohet. Një episod të vogël që dëgjova që ishte Perl. Prapë të këta ish ushtarakët francezë që i njohin situatat, i shërbimeve, që dalin e ekran dhe flasin hapur. Bëjnë podcaste. Dhe më pëlqejnë shumë se nuk janë mainstream, pra, nuk janë kështu që të bëjnë propagandë. Po dëgjoj ca gjëra që nuk janë propagandë, më kupton? Dhe po i thoshin për punën e Groenlandës, i tha e pyet gazetari, i tha, po më tha, si do bëhet? Groenlanda thashtë, e para një ka një kështu, ka një status, përveç se ka një status vetë autonomie, ka dhe një kështu me Danimarkën, pra i takon Danimarkës në një farë mënyrë, apo jo? Danimarka është shtet i Bashkimit Evropian dhe i NATO-s. Përveç tjerave Danimarka, edhe pse ka dalë kjo kryeministri tani që thotë harroni këtë punë, ka dalë kundër Trumpit kjo. Groenlanda po arriti kjo gjë, është fundi, tha, ndaj këtë e pat besoj deklaratën e saj. Kjo tha, sa po firmosi, nuk e di për sa F-35 të reja të tjera. Pra kjo po blen nga amerikanët. Pra ka një kontradiktë që s'kuptohet mirë. Këta po jepin lek Danimarka për të marrë... Se logjika ajo që shohim për... Prit një sekondë mbaroj. Dhe e bukur është kjo. Po si i bëhet atë? Si do e marri Trumpi Groenlandën? Sepse ky është momenti i bukur i gazetarisë pra. Do ja bëjnë dhuratë. Prit pra tani. Dhe tha nuk ka nevojë të pushtojë ta, sepse ka një bazë amerikane në jug këto, jo në jug, i bie në si bie përballë Rusisë. Mjafton që ushtarët tha, sa ushtarën atje nuk e dim se janë. Paka, nuk ka shumë. Janë 500 veta janë duket më. Paka, po. 500 veta ushtarë janë atje, pa ajo është bazë ajrore, apo jo? Bazë ajrore. Mjafton që ushtarët tha, Flogert, thoshte ky, që ishte vetë në Groenland, ka qenë ky se bërë vitet përbashkëta me amerikanët. Mjafton të dalin nga baza, tha. Të dalim nga baza. Quhet e marrë, tha. Sa janë 56.000 banor. Pa bëhet fjalë për një mini qytet të vogël. Mos e quajmë fshat, e kupton? Qytet. Kështu që ka që thjeshtësh, nuk ka nevojë, dhe këtu ka adrese, nuk ka nevojë të vënë ata me se ata janë. Po. Pra, nëse ka një shtet që ka një bazë amerikane, pra, nëse ka një shtet që ka një bazë atje është Amerika. Kështu që kjo Groenlandës ka drejtë sebi. Unë besoj se... Po, le mos rrim këtu se kemi kaluar, do flasim prapë për këtë punë. Le Diori, ktheje prapë të lutem fabulën e Ramsit atje. Këtu kemi vetëm do bëjmë për 10 minuta do e mbyllim. Po e fillojmë me Flogert. Ramsi është në Paris sot, kemi dhe Ledi do shoqëroj tani ty dhe me pamjet që e pret Macroni. Cili ishte statusi i Ramsit sot? Jo, lajmi nuk ishte arsye pse Rama ka shkuar sot në Paris. Nuk ishte ky lajmi. Po, më lërë, se ta japë lajmi. Po, lajmi është që postimi i parë i Ramës në rrjetet sociale ishte që ndërkohë që Rama ishte nisur për takuar Macronin dhe gjithë vullnetmirët në ndihmë të Ukrainës, zhvillon një takim para prak me ministrin e drejtësisë së Francës dhe shkruar. Gérald Darmanin quhet ai. Po, përpara samitit të koalicionit të vullnetmirëve për Ukrainën, sillur nga presidenti Emmanuel Macron në Pallatin Elysee, u takuam me ministrin e drejtësisë së Francës, Po. Se ka një detaj këtu që duhet thënë. Gérald Darmanin për të folur lidhur me pjesëmarrjen e partnerëve francez në grupin e reflektimit mbi problematikat e politikës penale në Shqipëri dhe konsolidimin e draftit të ri të kodit penal dhe sipas praktikave më të mira europiane. Vulgarizohet tani për popullin, se shkusi ka që dëgjoj këto fjali që janë diarre të papara. Dhe në album është Rama me ministrin dhe Rama shoqërohet nga ish ministri e drejtësisë. Nga? Ish ministri e drejtësisë Tilda Gjonaj. Okej. Pra, Rama shkon në Paris për një summit. Se qok është kjo Macronit, është qok kjo. Po, për Ukrainën.
Dhe takimin e parë e bën me Ministrin e Drejtësisë dhe lajmi që jep Rama është që në bashkëpunim me partnerët francezë, me francezët, ne do ndërhyjmë. Ne do e bëjmë drejtësinë në Shqipëri dhe kodin penal sipas standardeve europiane. Do ndërhyjmë në kodin penal që të kufizojmë fuqinë Spakut. Në fshatin ton thuhet daullja bie për ata që kanë vesh. Pikërisht pa. Dhe ne jemi këtu për të rënë daullës thjeshtë, ajo është daullë e vështirë për të kuptuar. Është e thjeshtë fare. Rama i ka thënë, jo, ajo që ka shkruajtur Rama, jo. S'është e thjeshtë ajo, por kë. Rama këtu thot, zotëri është e thjeshtë për ty, mo që dekripton. Po jo për popullin. Po pra, për popullin po themi që ju zotëri, pandaj ka për titullin godet Spaku nga Parisi për t'i rënë shkurt. Si e godet? Nuk e kam parë si lajm sot më nëpër media. Nuk e di pse nuk e kanë kapur. Ai e ka hedhur dhe e ka dhënë lajmin. Efekti Trumpit më Maduro më burr. Ma ai e ka dhënë lajmin më burr. Po doshta spjell me njëri më burr tani. Është kjo. Është kjo. Jo mos e spjell me njëri, ai ka rënë fuqia Rama. Ai thotë që me francezët ne do bëjmë një kod penal sipas standardeve europiane. Pra ky që kemi nuk është sipas standardeve europiane. Dhe ne me fjalë tjera tani kjo të hyjmë në bisedë, do thotë ti s'pak i dashur. Shumë mirë bën që bën punën tënde, vazhdo. Por me këtë kod procedure penale jo. Do kesh një kod procedure penale që ty do të zëj këmbët dhe duart. Dhe ti s'do kesh do të mundësi të ngrësh akuza siç ke ngritur deri tani. A është kjo më vëlla? Ose mund të ulen sanksionet, mund të Falenderi Flogert, mund të hyn juristin loj. Po, mund të ndryshojnë. Zoti jurist, mund të ndryshojnë çanin sanksionet penale. Pra mund të bëjnë më të ulta. Pra me minimum dhe maksimum më të ulët se këto që janë. Konkretisht, cilat janë? Mund të ndryshojnë figurat e veprave. Si i lidhen duar Spakun të rastë? Si i lidhen me kodin penal dhe procedurës? Mund të ndryshosh për shembull veprat penale, të cilat parashikohen në kodin penal, siç janë për shembull shpërdorimit e tyre, shkelja barazisë në tendra, pa konkretisht veprat penale që po. I heq fare nga kodi penal. Po cënojnë. Jo, nuk e i do. Nuk e. Çfarë i bën? Ky është hilja, pra, cila është hilja? Çfarë i bën? Hilja është edhe ta heqim. Më fal, vetëm informacion. Mund edhe të hiqet shpërdorimit e tyres. Edhe mund të. Jo, më mund të lihet, po shpërdorimet e tyre për shembull lihet me një gjop. Po jo me burg. Po tani vetëm në burg mund të ndryshojnë çanin. Çdo normë penale, thjesht ai më larg. Jo, thjesht ai lën, po i hoqën mirë mo. Unë mendoj që këta do i lën, po nuk do jetë për pasojë burgu. Po, qartë. Nuk e sa më kupton. Qartë. Do jetë për shembull gjoba. O çani. Do jetë për shembull ku diun ose pjesëmarrjen shtet. Varet. Gjëra të vogla më. Ta shpjegoj në mënyrë thjeshtëzuar nga ana profesionale. Unë aty atë prezlla, po ma bën. Çdo normë penale ka hipotezën, dispozitën ligjore dhe sanksionin. Prap kjo është shumë elitare sa po. Hipoteza është rrethana kur bëhet një vepër penale. Ma merr një shembull. Hipoteza për shembull nga funksionari publik. Merr një shembull vëlla që ka kodi penal që ti mendon që ky do fusi dua për të kufizuar punën e Spakut. Për shembull, konkretisht për shembull, shkelja barazisë në tendra, shpërdorimin e detyrës. Mos merr kaq shumë, merr një. Po ta marr vetëm një. Merr një. Po, s'e konkretisht vëlla. Shkelja barazisë në tendra. Bukur, kjo na intereson. Ta kaloj nga arresti me burg, mund ta bëjnë dënim me sanksion, pra me gjob. Ose mund të uli, ose mund të ndryshoj rrethanat, mund ta komplikoj hipotezën, pra rrethanat kur mund të bëhet shkelja barazisë të tendra, në mënyrë që të ketë sa më shumë mundësi llastiku të triqet, që të jetë më e vështirë për të vërtetuar konsumimin e figurës veprës penale. E kuptova. 2. Mund të ndryshojë në lidhje me masat e sigurimit, mund të bëjë një sistem më liberal, sepse po të veshë gjithë lëvizjen. Çdo Strasburgu më është. Po, si çdo de Strasburgu, siç e shpreh edhe prokurori përgjithshëm. Polcian Çela. Kjo konkretisht. Po, që mund të ndërmerren masa sigurimi më të ulta edhe kur ka dyshime dhe prova të arsyeshme për njerëz. Pra jo mas sigurimi shtrëngus, ose arrest shtëpie. Jo burg pa akuzë. Jo burg. Tjetra ka thjesht të bëj apo jo? Po, si se ka 84. Ka votat. Po vazhdo. Kjo është fuqia e reale sot, nuk është se takon ministri i drejtësisë. Një gjë tjetër që mund të ndryshojë çani është dhe kjo që disa figura vepras penale që sot kanë një sër rrethana që rëndojnë mbi to ose të paktën rëndojnë pozitën penale të personave të akuzuar ose që janë në proces penal, mund të bënë shumë herë më liberale, pra mund të futet garancia pasurore, për shembull, që sistemi amerikan. Pra, kjo mund ndikojë edhe tek masat e sigurimit, po mund ndikojë edhe në mënyrën se si bëhet ekzekutimi i dënimit penal. Sepse kjo është, nëse ti i shman. Le dy, plaset ti ndërkohë videon e që e pret Macrona këtë? Vendosi vetëm lajmin. Ka dhe video. Gjithë thelbi është, nëse ti heq rrezikun e dënimit me burg, po i siguron mënyra dënimi që janë me një lishmëri, pra në kuptimin që nuk arrestohet në burg, po mund paguaj një kosto financiare, ose mund të jetë një dënimi i butë, atëherë kjo ishte frikën e ndëshkimit. Zbut dënimin pra. Dhe jo, ul dhe frikën nga Spaku. Perceptimi sotëm që është nëse Spaku troket në derë. Nëse ti bën dispozitat dhe sanksionet penale me sanksion më të ulët, ose me sanksion alternativ, që mund të jetë dënimi me gjob, atëherë për çfarë do të trembet një funksionar i lartë? Bukur.
Dhe për më tepër këto parashkruhen dhe më shpejt, se duhet thënë dhe kjo. Pra nëse ti dhe dënohesh, kur kanë sanksione të ulta, sepse gjithmonë parashkrimi ndodh për shembull 2 fishi kohës. Kur ule sanksioni, ose hiqet sanksioni, ose mund të hiqet. Edhe mund të hiqet. Edhe mund të hiqet, certifikata e përgjegjësisë penale del më shpejt e pastër. Bukur, ishte brillant. Shqyr zoti dhe më falë se të bezisa pak. Jo, më unë e pëlqej ndryrën. Tani, Sebastian, që mos përsim të gjëra shkurtimisht fare, vëlla. A do ta lënë amerikanët? Për këtë doja të pyesja Markun. Kohën time e jap Markut. Jo, prit sekond tani. Marku nuk e dia do të flasi për të çështje apo jo? Ke pasur pak kohë. Po ta pyesim. Nuk e dia do të flasi. Po para se ti japësh Markut, se Marku ka nevojë ndoshta të dëgjojë dhe çik. Unë dua të di nga ty, po fare shkurt, please. Amerikanët janë duke i thënë Spakut, vazhdoni ne të mbështesim. Dakor? Po i çojnë, i ka shkuar te paradhoma këtij. Amerikanët e Trumpit, administrata e re. Dakor? Pyetja ime është e thjeshtë, vëlla. Kjo që bëri Ramsi atje sot me atë ministrin e drejtësisë në Francë, është thjesht një, pra, nëse s'është projekti gati, është thjesht një test, është thjesht një provokacia, një shkelje syri që ju bën këtyre i thonë çfarë do bëjmë tani vëlla, doni t'ju marrni qafë, apo do hiqni dorë, do mblini rahat të punoj. I thos Spaku, doni t'ju heqni, pra, është për disa, është mesazh i drejtohet disa target grupeve kjo. Që bëm reformën me europianët, bëjmë dhe ndryshime. Dhe qose kjo ka seriozisht vëlla dhe e bën këtë dhe shpejton për ta bërë, se nuk ka dhe shumë kohë. Do e lejon amerikanët vëlla? Dhe çka kanë dorë amerikanët që të mos e lejojnë 83 votat e këtij, që mund të bëjnë edhe 86. Për sa vota ka nevojë kjo ndryshimi në kod më? 84. 84. I ka ky realisht. Kushtetuesi ka 94. Pyetja ime është tani këtu jemi në komplet një hipotezë. Por unë për ta bërë të thjesht bisedën është kjo, a do ndryhin amerikanët, këta amerikanë sot që janë brapa Spaku dhe BK-s, që të mos japin, pra të mos e lejojnë fuqinë e Ramsit të katërt ta votojë këto ndryshime me parlament? Pyetje. Pra, do e heqin deputetët? Gjën më të shenjtë që ne kishim, që është sovraniteti penal, ne e kemi dhënë dhe e kemi dhuruar tek Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian. Dhe me kushtetut bile. Shtetet e Bashkuara të Amerikës vetë nuk ta japin këtë dhe thonë ne nuk njohim asnjë gjykat tjetër përveç atyre që kemi ne. Pra e merr tjetrin nga Venezuela dhe e çon në New York dhe e gjykon vetë. Aq i shenjtë është sovraniteti penal i një vendi. Diplomaci, financa e tjerë, kjo është çështje tjetër që prap nuk i kemi në dorë sepse ushtrinë e kemi në NATO, sovraniteti. Jemi qartë për prandaj do të vi deri te kjo e gjitha për ta përmbyllur. Pra, kur ti je në NATO, ushtrinë komandën e ka ky që është Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Financat ti ke thjesht monedhën në dorë, çështje të punësimit, çka roli dy fishtë. I mos ka sovranitet, jemi dakord, i kemi dhënë të gjitha. Hajde këtu tani. Jemi para kësaj situate. Ky do të kaloj këtë me 84 vota vëlla. Çfarë do të japësh në këmbim është pyetja. Nëse nuk ke një gjë shumë të shtrenjtë për t'i dhënë në këmbim, atë që e morën duke kërcënuar 140 deputet të parlamentit shqiptar, nuk ta japin kaq thjesht. Pra ti thua, ore, parashikimi jo cili është, Sebastian, e kuptova analizën, parashikimi jo cili është. Do e lejojnë amerikanët që këta votojnë ndryshimin e kodit penal? 140 deputet të parlamentit. E kuptova atë, tani ç'do bëjnë? Ishte atëherë në kohën e Bidenit. Jo. Po pse se thon të morë burr? Pse se thon të morë burr? Fiton komo. More Sebastian, të lutem morë burr. Po për të elaboruar, rregull. Jo, pra nuk kanë për ta lejuar të. Ti parashikon nuk do e lejojnë. I ke dhënë gjën më të shtrenjtë që ke. Iku e mora vesh, kësaj radhe në të ardhmen, do e lejojnë, s'do e lejojnë. Bideni dhe Trumpi nuk ndryshojnë nga njëri tjetri, nuk e lejojnë. Nuk e lejojnë. Do negociojnë. Ti flok si thua, pastaj do e mbyllë. Do negociojnë. Sepse Rama ka votat për ta ndryshuar, o mik. Rama ka. E morën vesh tani, do përsërisin prapë një ditë. Do e lejojnë amerikanët apo jo? Do ta negociojnë pra. Me çfarë në këmbim? Çfarë do i kërkojnë? Me çfarë në këmbim? Ai thon po të rriqet edhe nga Sazani, po. Çfarë do i japin? Po të rriqet. Jo, fake news. Jo vetëm aq, por kanë filluar lëvrimi parave për të filluar puna, jo që nuk janë tërhequr. Çfarë kanë dorë? Për te kësaj, ta them unë pra çfarë kanë dorë. Me gjithçka përveç pushtetit të tij. Patjetër. Po si pas gjë ashtu. Patjetër. Si asgjë. Gjithçka pra po them. Po si pas gjë. Ne marrim premisën që këta janë vendosur tani që të mos e lojnë ata gëzoj pushtetin pas. Rama do jetë pjesë e zgjidhjes dhe jo problemi.
Ore, këtë më ndodhë unë mo që ata nuk e hedhin dot, Amerikanët. Jo, nuk e hedhin dot, mo. Nuk e hedhin dot. Hedhin. Nuk intereson të hedhin. Ore, hedhin, mo. Nuk intereson, mo. Rama ka disa zgjidhje, dy, po them unë. Një tjetë pjesë e problemit, një tjetë pjesë e zgjidhjes. Ramsin, zotri, edhe njerë. Pjesë e zgjidhjes me Amerikanë. Edhe njerë, Ramsin e ke këtu dhe në 2020, dhe në 2025. Po lartë qoftë, për bu. Pritë, jo më e ke gabim të lartë qoftë. Zotri, dhe ata nuk kanë që i bëjnë fare, mo, sepse Shqipëria nuk hynë fare në këto lloj fare. Kanë që bëjnë ata. Fare. Fare, mo fare. Nëse Rama mendon si ti e ka gabim shumë. Për çfarë u flisnim pak më herët? Në qoftë se Trumpi merret personalisht me venezuelianin Maduro, këtu mjafton pastruesja e departamentit. Tu do thuash ti mjafton me Gonigali që të merret me Ramsin. Po. E kuptova. Tu mjafton me Gonigali. Ka ikur me Gonigali. Nuk kthehet më. Po ka ikur me nuk kanë nevojë për me Gonigal fare ata më, pse A ti thua mund të kenë një narrativ tjetër. Po të duan patjetër. Po jo mos e po duan. Marko e tha. Kë do marrin për të zgjedhur. 2021 është bërë gjyqi në New York. Jo gjyqi, kanë nisur akuza ndaj Maduro. Pra ata një koperturë e kanë gjithmonë ndaj koperturë, një narrativ. Kush do jetë zgjidhja më burr? Zgjidhja kush do jetë? Do jetë Adriatiku me 20 veta në shesh? Do jetë doktori që e ka ndonë grava? Do jetë Irmeta që është në burg? Apo Edi Rama? Unë them që nga kjo vath që kanë, do zgjedhin të bëjnë pjesë zgjedhjes. Nuk kanë lojtar rezervë, thot. Dorëzo pjesën tjetër. Nuk kanë lojtar rezervë. Po patjetër. Iku mbaroi. Pra ti thotë negocioni, Sebastiani ishte i qartë tha nuk e lejojnë. Jo, tha. Iku, ti Marsil. Besoj raporteve të forcës, nuk ka forcë Rama në raport me amerikanët që ti punon. E dim. To luam bllofin në këtë rast. Luam bllofin, shikoj. Edhe Rama ka radhët e veta, që duhet i shtrëngojë ose duhet i marrë. Ose ka një rrezik real. Nuk po themi se do vinë ta marrin me helikopter si Maduro. Jo, nuk do. Ka dash nevojë, po për shkak sepse po ngushtohet rrethi, po afrohet më shumë kryeministrisë, sepse ka shkuar te zëvendës kryeministrat. Kemi dy zëvendës kryeministra. Arben Ahmeta e Belinda Balluku. Kryetari i bashkisë ra, tash dihet, po do ngrihet Akshi ra, që është një aferë shumë e madhe të gjitha ato bashkë, që janë përfshirë dhe familjarët kryeministrit, por që tjetër, atë kush ngel kryeministri, atë që në moment që ti shtrëngoi radhët, dhe të ata njerëz që ka besnik afër vetes, që ti hiqë këtë frikën dhe pas. Mi, qëllimet e tij e kuptojun. Puna është kopertur. Çdo bëjnë gringot e mi të dashur. Nuk do e lejojnë. Nuk do e lejojnë. Po ja ku pyet Marku në çfarë? Nuk do e lejojnë. Marku e lash në fund pra se është qershia mbi tort. Marku është versioni zyrtar. Pastaj Marku mos haro, unë këtu nuk e ftoj, unë e ftoj në fakt Markun këtu si njeri që është njeri i biznesit dhe që njeh Shqipërinë, pra është amerikan, po njeh dhe Shqipërinë shumë, se ka vite që jeton. Dhe unë nuk dua që Markun ta vënë vështirësi, se mund të mos do të flasim Marku. Ato 83 mandate. Unë do të pyes prapë. Shan, ato 83 mandate pa mbështetjen amerikane kthehen në kartona thjesht për të bërë fresk. S'kan asnjë fuqi. Po mungojnë mbështetja amerikane. Por aman, është një test nëse është një test ky atëre për gjithë analizën në Shqipëri, që her pas here është idioti të bishëm, nuk din ti bëjnë. Ose që janë që fluturojnë me preshmbyth. A është një test ky që nëse Ramsi arrin me 84 vota të ndryshojë kodin e procedurës dhe kodin penal, nuk e di të dyja bashkë apo njërin? Njërin apo tjetër? Mund të ndryshoj kodin penal thotë ai, po mund të ndryshoj të dyja sepse janë dyja. Nëse ai atëre kjo tregon, vërteton tezën time, që ka qenë gjitha një flus kjo, jo amerikanët e kanë me Ramsin, jo po kështu jo me ashtu. Ose mund të jetë negociuar në favor të Ramsit. Po do ja shohim se çfarë është negociuar. Çon si ka? Po çani që tulis del fjalë flogetit. Tek Spaku di kemi thënë pastaj që është i Sorosit, dhe sot po themi është i Trumpit. Unë nuk e besoj pjesën e negocimit sepse çfarë do ofrosh? Që negociosh do të ofrosh diçka. Atëherë me që kjo është një lojë që bëhet në majtë e piramidës. Stabilokraci më. Prit. Unë të dhash rastin që amerikanët në raste të tilla dhe kanë ndodhur në Shqipëri dhe në Kosovë, që ku nuk janë dakord me një politikë të caktuar, që bën një udhëheqës, zakonisht i vjedhin deputetët. Ju marrin deputetët. Paf, bën një skizëm. Dhe i bam humbet mazhorancën. Dakord. Kjo është një që është përdorur dhe në Shqipëri është përdorur dhe gjithandej. Po është përdorur, po. Në Kosovë është përdorur. Kosovë. Në këto vendet që kanë aleate, kështu veprojnë këta, s'kanë veprojnë me helikopter. Po tashmë kemi edhe Spak. Është thjesht fare. Po Spaku vetë. Ka mundësi që nëse kjo nisme e Ramsit është vërtet serioze që do ta kufizoj, i mbledhi këmbët, i futi këmbët, dy këmbët në një këpuc. Ka mundësi ti këpusi disa prej deputetëve që ata ai mos e bëjnë mazhorancën? Si ku do të se nuk ju jep imunitetin parlament këtu. Unë çon si ka të zgjerohet loja pra. Si zgjerohet? Si arreston dot i ka votojnë ata. Ai shkoi me pranga dhe votoi. Pra i bien dakord që lufta ka filluar është e hapur apo? Po. Ramsi nuk i dorëzon më të vetët. Vetëm se është i vonuar. Shumë i vonuar. Nuk ka rëndësi, më mirë vonë se kur. Po jemi në këtë lojë. Pra, jemi në këtë lojë plak. Po. Spaku, që do thotë Spaku bashkë me amerikanët nga mbrapa. Po i thon zotri, mos i mbro njerëzit që dalin të pandehur dhe me probleme. Po.
Ky ka dalë hapur, i ka thënë, jo, nuk ja u jap. Po pse nuk e Kështu lexohet. Jo, ai thot hetojni, por me drejtësi europiane, jo pa akuzë në burg. Të ndryshoj kodin, pra. Do të ndryshoj. Atëherë ky është problemi, pra ky është testi. Ku do kuptojmë ne betejën? A ka betejë apo jo? Te pjesa e ndryshimit të kodit. Aktet, pra. Jam dakord, te aktet. A është një akt ky do marrë një vesh apo jo? Kjo është pyetja. Po puna është ato ndodhi, se të ndodhi akti. Kjo është thjesht në efekt. Po pra, në qoftë se ky ka seriozisht, po tham në hipotezë jam. Po ka një vit Marian që po e thotë të gjë s'po ndryshon. Jo, për herë të parë, jo prit se ka ndryshim. Për herë të parë po e bën me partnerët, me ata që ka bërë dhe reformën. Pra kodin italian, kodin penal, ne kemi italian, dhe ky shkon në Francë për të thënë që do bëj kod. Janë partnerët, mor, kjo është politik, nuk është jurisprudencë. Kodin mund ta ketë gati. Mark për ta mbyllur 23-43 orë. Mark për ta mbyllur. Amerikanët ta lejojnë që ta ndryshojë kodin penal, pra ti ta kufizoj spakun amsi apo jo? Si mendon ti? Unë besoj në fundit shqiptarët do të vendosin se nëse ne presim për një palë të tretë si Amerikanët të vit si polici botës, një ditë ne duam polici botës. Shqiptarët janë vetëm 2 palë dhe loja një bëhet. ditë s'duam polici botës. Shqiptarët janë 2 palë dhe loja bëhet lart në majën e piramidës. Populli mungon, populli ha buk flë. Përgjithësi në Shqipëri, populli reagon vetëm kur për shembull kur ju bien këto thuaje në rastin e skemave piramidale. U ngritën atëherë se menduan ose patën iluzionin që humbën lekët. Nuk kanë ngritur ndonjëherë më. Çfarë ndodh nëse ata zbatojnë këtë edhe njerëz nuk shkojnë në burg, edhe ose vetëm marrin një job, do thotë që do vjedhin, do bëjnë delevera plus një ekstra që është për të paguar jobin nëse janë kapur. Pikërisht. Kështu që nuk do zgjidh problemin e korrupsionit, Jo, nuk e zgjidh, nuk zgjidh asnjë problem. Kjo bile e shton, kjo e lehtëson korrupsionin. Për qytetarët që duan ndryshim, duhet të ketë Amerikanët nuk ndryhyjnë, thotë nuk shpërndan demokracia Amerikë. Por Amerikanët ishin përfshirë për spakun, sepse kishin një problem, apo jo, kishin korrupsionin, kishin probleme gjykatës dhe gjëra të tjera. Prandaj erdhi vetingu. Nëse ndryshon ligjin edhe kthemi prap si situatë ishte, do thotë që është problem me Amerikën. Atë s'po ndodh, duhet ndryshim kushtetues për të zhbërë spakun. Jo, ma ai thjesht po dëmton, ai po godet në një nga pikat më nevralgjike të spakut. Po jeq mundsi spakut të më arrestoj, mua, njeriu në korruptuar, të më fusin në burg pa gjykat. Kaq e thjesht. Po ndryshove kodin penal, realisht edhe ndryshimi. Prandaj i thash Markut unë, pra, te kjo pikë do e lejojnë apo jo? Por është si tek Është kur Trumpit ishte në burg vetëm se ishte nën akuzë. Se në Amerikë nuk vendoset ashtu. E kanë ndryshe ligjin në Amerikë. Po pra pas ligjit atje. Ta bëjmë pak edhe ta prisi amerikanët. Mirë, pra rregull, a do pranojnë amerikanët të gjë që ne të bëhemi si ata? Besoj se po, ata janë të mirë dhe ata shpërndajnë demokraci. Kemi rast që njerëz janë në burg deri në gjykatë, kemi rast që dalin. Nuk ishte që Trumpi do të vriste dikë ose... Po asë Erion Velie nuk do vriste njëri, besoj, apo jo? Unë kuptoj që ata ishin shqetësuar që ai do të kishte influencë mbi gjykatën, por nuk e di. Po Ilir Meta? Se di. Prandaj thashë Marku. Po Sali Berisha? Po Ilir Beqa? Po ja pra s'kishin këta tjerë, mirë Erion Velie do kishte influencë. Jo, më jo, të gjithë. Ore, ka problem kjo punë. Po Thoma Gëllçi që fiton Strasburg? Ore, unë jam kundër burgut. Historikisht kam qenë kundër burgut. Kanë vite. Kur të vi momenti për burgun, po jo... Do të hetoj unë... Jo, kundër burgut për njerëzit që nuk janë të rrezikshëm për shoqërinë. Këtë kam thënë dhe unë qëndroj kësaj. Ndër të parët e ke thënë. E mban mend. Që kur ishim atëre, para sa vitesh o pra? 3 vite kaq. Pa 10 vitesh të scrolling. Me Nikon. Normalisht edhe të lirë. Tani problemi është ky është basti, pra. A do hyjnë amerikanët apo jo në momentin që do shkoj të votohet parlament ndryshimi i kodit penal ose i procedurës. Kjo është interesante shumë për të kuptuar. Sinjali i Ramës sot nga Parisi është shumë interesant që e bëni me ministrin e drejtësisë atje. Do të thonë që ministri i drejtësisë atje është një figurë e fortë, është një figurë që po i mbijeton gjithë ndryshimet qeverive, krizë qeveritare që kanë ata. Ai gjithmonë ministër, një ka qenë i brendshëm, një është drejtësisë. Ish mik. Mund të jetë mik akoma i Sarkozy, se ka qenë në partinë e tij. Edhe pritet të jetë kandidat për president në Francë. Madje do 2027. Diçka tjetër. Luan Rams? Ha? Po, luan. Tepi gjë është e tillë si thua ti, po është edhe njeriu që çoi në burg Sarkozyn sepse është ministri, ky ministri. Jo, nuk e çoi. Ishte pro ndryshimeve që të ekzekutoi vendimin që në gjykatën e shkallës parë. Pa marrë formë prerë, jo në apel. Ka qenë një... Jo, ky mor burr. Ka qenë e ke gabim. Po. Është PS, unë kam është territori... Më lerë mua atje. Ky nuk ka qenë, ky ka qenë kundër. Ka qenë kundër, dakor. Dhe nëse kanë ndodhur shumë kohë përpara se të bëjë fjalë për Sarkozyn. Nuk ka lidhje fare me Sarkozyn. Po Sarkozy ka qenë një nga ata që ka votuar ndryshimin. Po, e ka votuar në kohën që ishte vetë president. Tjetër gjë. Po jo se ka qenë ky. Ka qenë bashkë.
Rregull pra. Po, ka një interpretim atje, po le se çështje tjetër. Mark, të falenderoj jashtëmase, që të kisha sonte në këtë emision, u kënaqem. Falenderoj gjithashtu dhe miqtë e mi, Marsit Gupi, Flogert Muça dhe Sebastian Zonjë.